Nuk je veç i lodhën, jo. As dhe mel, trupi yt është në larg. A pe dim brat ndjenjën kur lodhe shumë punë, e ktheja në shtëpi, e me nxispret me ra me flajt, a unë bash atëherja nisin do me nime që s'lojnë rahat, mas ne i dën me flajt si nxan gjume, kur qosh nesër mëngjes se i lëllë se s'ke flajt mirë, të kap një farë ndjenjë anktet për ditën, për punën, zemra të rema shpejt, frymarrja është me shpejtume, trupin e ki të tensionum vazhdimisht. Krejt që to munën me konë simptomat të stresit kronik të anktet që përveç se ndikojnë jetë, ta përketsojnë edhe punën, edhe familjen, të shkojnë nerva kejt njerëzit, irritohesh shumë letë, s'munësh mu fokusu kërkon trup durimi. Pikërisht për më të ndihmu me qëto, jemi të e kriju një trajnim, i cili ka më majt me 20 qershor në Prishtinë. Qa ty ki me mësu ndër të tjera, qysh me i qetësu qëto mendime, qysh me relaksu trupin, qysh me e rahatu vetën e me mujt me flajt ma mirë, edhe qysh me ndru që besa dhe imazhin për vetën. Nëse edhe te e kon të i ndjek krejt qëto, regjistrohu përmes linkut në bio, edhe besëm që kime kalu shumë mirë edhe kime mësu tepër.